Deputeti demokrat dhe nënkryetari i Komisionit për Punën e Brendshme Klevis Balliu ka depozituar në kuvent kërkesën për interpelancë urgjente me ministrin e Brendshëm Besford Llamadhari. Kemi të bëjmë me një situatë alarmante dhe të papranueshme që dëshmon degradimin e plot të institucioneve shtetërore, më e rënda është se kjo rrezikon drejt për drejt jetën e dëshmitarëve, jo vetëm në këtë dosje, por në çdo hetim të ardhshëm. Kur dëshmitarët kërcënohen nga krimi dhe institucionet që duhet i mbrojnë kontrollohen nga politika, drejtësia pushon se ekzistuari. Sot me kontrollin që po konsolidohet mbi Ministrinë e Brendshme dhe Policinë e Shtetit, u dërgohet një mesazh i qartë këtyre elementeve, se janë të mbrojtur dhe se drejtësia nuk do t'i prek. Kjo situatë provon se policia e shtetit është ndruar në një instrument në shërbim të pushtetit të Edi Ramës dhe rrjeteve kriminale që e mbështesin atë. Në vend që të luftoj krimin, policia po përdoret për të mbrojtur atë dhe për të garantuar kontrollin politik mbi vendin. Deputeti kërkon nga qeveria dhe Ministria e Brendshme shpjegime të qarta mbi mënyrën e emërimeve, promovimeve dhe mekanizmit të kontrollit të integritetit në Policinë e Shtetit. Kjo kërkesë për interpelancë vjen në një moment kur publiku dhe partnerët ndërkombëtar ndjekin me vëmendje çështjet e sigurisë dhe luftës kundër korrupsionit në strukturat e shtetit. Balliu ka paralajmëruar se interpelanca do të jetë një rast për të sqaruar përgjegjësitë dhe për të identifikuar masat konkrete që do të ndërmerren për të përforcuar besimin në Policinë e Shtetit.